Hoxh, me që po flasim për ushqimin edhe pse jemi në agjerim. Pra, ezani i akşamit nafton që ta çelim, po ndërkohë paralelisht nafton dhe që të shkojmë në xhami, që të falemi. Jo patjetër në xhami, mos na rëndo tani. Lehtësoj. Hajdeni në namaz, thot. Po mirë, po hajdeni në namaz, domethënë edhe ke shtëpia. E rëndësishme, atë falemi, atë ushqemi. Të dyja i bëjmë inshallah. Cila është e para? Dhe e para është çelim me diçka të lehtë dhe pastaj qetësohemi, falim namazin, pastaj shtrohemi për të ngrënë darkën ose për të ngrënë iftarin. E kjo është pastaj edhe një mënyrë më e mirë për të vetë përmbajtur, sepse ndoshta në ato momente uria është shumë e madhe. Po janë i pjesë hoxh që janë dhe duanpirës. Edhe po çfarë keni kap me duanpirësit të burr? Pse keni kap kaq fort për burr me duanpirësit? Po duanpirësit kanë një problem se përveç se pinë vet, ju shpërndajnë edhe të tjerëve dioksid karboni. Tani kam përshtypjen që ata më tepër se sa eti dhe uri kanë atë nevojën për të duhet ta çelin me halal. Pra përderisa gjatë gjithë ditës kanë agjëruar ndaj halalit dhe ndaj haramit, çeljen duhet ta bëjnë patjetër me halal. I këshilloj për hatër të Zotit që kur ta çelin ose me hurma ose me ujë. Se çfarë bën më mbrapa pastaj nuk ka një pa gjunahe. Edhe ne të dy jemi gjunafçar, kështu që duhan spin paktën. Ja, shoqër Zotit. Pra të paktën nuk i that lereni duhanin, po i thënë së paku mos e çelni me duhan. Mos e çelni me duhan. Okej, ky është pazari i fundit. Minimumi që mund të bëj. Unë si hoxh më poshtë nuk shkoj dot. Po shpresojmë që Ramazanin tjetër do bësh dhe më i mirë dhe ndoshta do na ofrosh. Na do shkoj.